Lumir Abdigjiku ka falenderuar 126.000 votuesit e LDK-s për besimin në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Me një status në Facebook, kreu i LDK-s ka thënë se partia e tij është institucionale. Abdigjiku ka dhënë edhe një porosi për ata që po e godasin LDK-n pas zgjedhjeve të fundit. Ju faleminderit nga zemra të gjithë 126.102 qytetarëve të Kosovës që i besuan LDK-s në këto zgjedhje. Çdo votë e dhënë për ne është përgjegjësi, respekt dhe obligim për të ardhmen. Ju faleminderit për besimin, për durimin dhe për angazhimin në një garë të vështirë. Nuk është e tepër të përsëritet se rezultati zgjedhor nuk ishte ai që pritëm, larg madje, por është verdikti i qytetarëve të vendit tonë dhe para tij përulemi me respekt të plot. LDK-ja e asnjë individ nuk i shmanget asnjë përgjegjësie dhe asnjë reflektimi. Kjo na dallon ne. Dalim faqe bardhë në secilin veprim tonin, por njëkohësisht duhet të jemi qartë. LDK-ja është parti institucionale. Çështjet tona nuk zgjidhen në statuse emocionale, as në klithma sociale e as në debate të shastit. Pas certifikimit të rezultateve sipas statutit dhe traditës sonë demokratike, do të mblidhet kryesia e LDK-s dhe pas saj, siç kanë paralajmëruar natën e zgjedhjeve, do të organizohet edhe kuvendi i LDK-s. Aty ku vendos antarësia e jo klithmat e interesave të ngushta. Në kuvend, në organet legjitime të partisë, nga antarësia e partisë vendoset fati i LDK-s. Aty do të trajtohen të gjitha çështjet politike, organizative dhe vendimarrëse, mbi të gjitha të përgjegjësisë dhe të vizioneve tutje përpara. Kjo është mënyra jon, kjo ka qenë gjithmonë LDK-ja. Përgjegjësi, maturi, rend institucional dhe respekt për demokracinë e brendshme. Një fjalë të drejtë për drejtë kam edhe për ata që sot po e godasin LDK-n nga jashtë. Qëllimet e tyre nuk kanë qenë kurrë të mira, as për LDK-n e as për arritjen e një rezultati më të mirë zgjedhor. LDK-ja nuk ndërtohet me sulme nga jashtë, e as me gëzimin për humbjen e saj. LDK-ja është më e madhe se çdo individ, por edhe më e fortë se çdo zë që synon të dobësojë atë. Ne do ta bëjmë fatin ton me qetësi, me ndershmëri dhe me përgjegjësi, siç i ka hije kësaj shtëpie politike, e cila nuk braktiset e as nuk goditet në ditët e saj më të vështira. Faleminderit secilit që na votoi në mbështetje dhe na qëndroi pranë. Besimi juaj mbetet detyrimi ynë më i madh, shkruan Abdigjiku në reagimin e tij të gjatë.